Përshëndetje, në këtë seancë do të bëjmë shpjegimin e Smart Drawit. Është një aplikacion i cili përdoret gjithësisht për ndërtimin e disa raporteve ose disa skicave dhe pasqyrimin e informacioneve të ndryshme në formë vizuale përmes skicave ose përmes templateve të ndryshme ose përmes funksioneve të ndryshme që ky program ka. Në këtë episod, unë do bëj përdorimin e aplikacionit në formatin falas, që do të thotë do përdor vetëm funksionalitetet kryesore, ajo ka një tarif për përdorimin e plot të gjitha funksionaliteteve, por duke qenë se kryesisht në këtë klasë do bëhet vetëm prezantimi i elementeve thelbësor të këtij programi, do përdorim versionin e tij falas. Ky aplikacion mund të instalohet edhe në kompjuter, pasi ai të bëhet blerja e paketës së këtij aplikacioni. Do të bëjmë hapjen e programit përmes webit dhe do të bëjmë edhe përdorimin e tij përmes webit, nuk do të bëjmë instalimin e aplikacionit në laptop. Dhe si fillim hapim një Google dhe shënojmë Smart Draw, që është emri i aplikacionit. Siç e shikoni, tashmë është hapur nga Google i Smart Draw dashboardi, që është edhe faqja zyrtare, përmes faqes zyrtare smartdraw.com, ku është edhe aplikacioni që ne do përdorim gjatë kësaj seance. Gjithashtu, ne mund të shohim edhe një lloj informacioni, çfarë është Smart Draw. Smart Draw është një mjet bashkëpunimi vizual i bazuar në web, që kombinon diagramimin, tabelën dhe gjenerimin e pamjeve vizuale nga të dhënat. Përdoret nga ekipet për të bërë diagrame, rrjedhja, skema organizative ose harta të ndryshme, të cilët janë pjesë e projekteve ose raporteve të ndryshme, qoftë për punime biznesi, por qoftë edhe për punime shkollore ose personale. Atëherë hapim faqen smartdraw.com. Dhe tani jemi në faqen zyrtare ose faqen kryesore të Smart Drawit, ku është edhe aplikacioni që ne do përdorim. Atëherë, si prezantim, këtu është edhe licenca, që do thotë ju mund bëni edhe blerjen ose mund të shkoni tek pricing dhe këtu shikoni që Smart Draw ka disa paketa në varësi të përdorimit, për përdorim individual, për përdorim skuadre ose për përdorim biznesi. Të gjitha këto jep mundësi që për arsye ose për përdorime të ndryshme të përzihet edhe për paketa përkatëse. Dhe këtu bëhet edhe blerja e paketës sipas nevojave personale. Atëherë shkojmë edhe një herë në faqen zyrtare, në faqen kryesore, më falni. Dhe gjithashtu mund të krijoni edhe një account. Zakonisht accounti krijohet ose llogaria krijohet kur ju tashmë e keni blerë si program. Unë nuk do ta bëj për krijimin e accountit, duke qenë se po përdor një version falas. Thjesht do shikoj se si mund të përdoren disa nga elementet kryesore. Shkojmë në Start Now dhe shikojmë se si mund të prezantohet, se si është prezantimi i këtij programi, që është Smart Draw. Siç e shikoni, ka një home, ka documents, ka import, new documents e tjerë më radhë. Në home, ku jemi të lokalizuar në këto momente, shikojmë që kemi recent documents, që janë dokumentet të cilët ne kemi ndërtuar kohët e fundit, duke qenë se ne sapo e kemi hapur si program, nuk ka ndonjë projekt ose ndonjë dokument të cilët është hartuar në këtë program, për momentin është bosh, dhe kemi edhe templatet. Templatet janë formate të ndryshme të ndërtuar nga vetë Smart Drawi, që janë të gatshme, gjysmë të gatshme, ku ju mbi ato formate mund t'i editoni dhe mund t'i përshtatni sipas punimeve ose detyrave ose projekteve që ju kërkoni të ndërtoni në këtë program. Mund të hapim All Templates dhe këtu mund të ndërtoni një dokument të ri duke u bazuar mbi këto formate të gatshme dhe secili nga këto formate është i kategorizuar, ku kemi brainstorming, janë kode, janë formate inxhinierike, janë planimetria shtëpiash komerciale, është planimetrie banesave,
ose godinave komerciale dhe rezidenciale, janë flow charte, janë infogramat, janë template për IT, landscape që janë për pejsazhe të ndryshme, bëhet edhe ndërtimi i maps ose i hartave të ndryshme për nevoja gjeografike ose pasqyrime të ndryshme të dhënash përmes hartëzimeve. Ka formate të gatshme përmes meeting dhe workshop, janë shops, janë organigramat ose këto charte të ndryshme që përdoren për pasqyrimin e organizimeve të ndryshme, janë për departamentin e policisë dhe zjarrit, janë edhe skica ose formate të gatshme të cilët mund të përdoren për menaxhimin e produktit, për planifikimin e projekteve, për software-et, për strategjitë dhe planifikimet dhe 3 diagramat që mund të jenë edhe disa ndërtime të pemëve, për shembull siç është pema e familjes e tjerë. Në rastin ton ose gjatë kësaj seance ne do përdorim pasqyrimin e një plani ose të një planimetrie të një banese rezidenciale ose të një shtëpie të thjeshtë dhe do të përdorim edhe pasqyrimin e organigramave të biznesit përmes Smart Drawi. Siç e shikoni, Smart Drawi është një aplikacion i cili lehtëson ndërtimin e të gjithë diagramave, hartave ose skicave të ndryshme, të cilët mund të përdoren për qëllime të ndryshme dhe template gjithashtu është një formë që mund të na ndihmojnë që ne ti marrim një informacion orientues ose një dokument parapërgatitor ku ne mund të punojmë mbi të. Në documents zakonisht janë të ruajtur dokumente të ndryshme dhe keni mundësi për ta bler paketën dhe mund të bëni edhe logimin, pasi ta keni bler paketën përkatëse që ju dëshironi, mund të bëni edhe logimin në këtë aplikacion. Atëherë shkojmë në home dhe do të shohim si fillim do ta fillojmë me organigramat ose organ charts. Tani kemi disa formate të ndryshme që ju mund të përzgjidhni cili është më i përshtatshëm ose cili mendoni që e paraqet vizualisht biznesin ose kompaninë tuaj. Supozojmë që këtu është një organigram e një spitali, e një korporate për human source ose për burimet njerëzore ose formate të ndryshme ose një organizat jo fitimprurëse ose mund të merrni organigrama të cilët nuk janë të formatuar, janë thjesht gjysmë të gatshme dhe pastaj i editoni. Le të supozojmë që zgjedhim këtë format ose këtë organigram, këtë template të kësaj organigrame. Dhe tashmë jemi në dokumentin në cilën Smart Drawi e ka ose në templatein që tashmë e ka ndërtuar të gatshme. Supozojmë që kësaj organigrame ne do t'i bëjmë një editim, heqje ose shtime të reja, duke e përshtatur sipas organizimit ose strukturës së biznesit për cilën ne po e ndërtojmë këtë organigram. E supozojmë që kjo kompani ka një CEO, ka një drejtor për zhvillimin e produktit, një drejtor menaxhimi, një drejtor shitjeje dhe një drejtor delivery ose transporti të produktit. Pastaj secila nga këto ka edhe vartësit e tyre që është inxhinieri software, është designeri, është testuesi, pastaj e me radhë vazhdojnë secila nga këto departamente, le t'i quajmë, kanë edhe menaxherët e tyre. Tani në krahun e djathtë ne kemi edhe elementet të cilët ne na ndihmojnë për t'i edituar, për t'i shtuar ose për shtatur informacione të ndryshme. Siç shikoni këtu janë shape që janë format se si mund t'i ndërtoni përveç kuadrateve, janë lines që janë të gjitha këto strukturat dhe janë tekstet ku ne mund të shkruajmë fjalë të ndryshme. Pastaj janë format të cilët ne mendojmë se mund t'i përzgjedhim, siç është rasti për shembull e supozojmë që zgjedhim këtë dhe i japim këtë format ose këtë format e pastaj me radhë sipas ose këtë format ose këtë format sipas një modeli që ne mendojmë që pasqyron më së miri tabelën ose strukturën e biznesit tonë.
Pastaj kemi add shape, që është edhe seksioni 2. Përveç formimit të shape ose formave, ne edhe mund të shtojmë forma të ndryshme. E supozojmë që struktura e biznesit ton, përveç departamentit të zhvillimit të produktit, marketingut, shitjes dhe shipping ose transportit, kemi edhe një marketing që është storage ose marketingu i magazinës, departamenti i magazinës. Atëherë, për ta shtuar këtë format kemi add rights, add left, add up, add down, që do thotë i shtojmë një kuadrat në të djathtë, në të majtë, poshtë ose lart. Tani, siç e shikoni, secili vendodhje këtyre kuadrateve është e vendosur në bazë të hierarkisë, duke qenë se është një departament i cili është në të njëjtën rrjesht me produkte me departamentet e tjera si është marketingu dhe i shitjes, se supozojmë që jemi në këtë rresht, ne mund ta shtojmë ose në të majtë ose në të djathtë, e supozojmë që i bëjmë një djathtas. Dhe tashmë kemi krijuar një departament të ri, i cili nuk ishte në strukturën e më përparsh, por që është në strukturën e biznesit tonë. Dhe përmes përzgjedhjes së tekstit e shfrytëzojmë se kemi një VP storage. Tani, VP storage, përveç një drejtori të përgjithshëm, e supozojmë që kemi 2 magazina të ndryshme, një që është në vendodhje në Lezhë dhe një në Vlorë, një për zonën e Veriut dhe një për zonën e Jugut. Dhe se të dyja nga këto magazina kanë një menaxher. Dhe për këtë arsye ne do shtojmë edhe 2 forma të ndryshme, të cilët janë menaxherët. Atëherë, ne nuk do japim right ose left, që është në të njëjtën rrjesht, po do kalojmë një rrjesht më poshtë dhe përpasoj shkojmë add down. Tani kemi një shënojmë një tekst që është head of Lezhë. E supozojmë që është drejtori of Lezhë storage, që është drejtori i magazinës së Lezhës. Kalojmë sërish tek VP storage, që supozojmë që përveç Lezhës ne kemi edhe një në Durrës. Atë shtojmë edhe pasi e kemi përzgjedhur kuadratin, shtojmë edhe një add down. Dhe këtu klikojmë tek teksti dhe shënojmë head of Vlora storage. Dhe në këtë rast ne kemi shtuar të 2 kuadratet, të cilët janë me emërtimet përkatëse. Përveç kësajt, pasi kemi shtuar këto kuadrate, ne mund të klikojmë me të djathtën dhe mund të formatojmë kuadraturat përmes krijimit të bordereve, përmes përzgjedhjes së ngjyrave, mund të shtojmë komente ose mund të vendosim linqe të ndryshme. Dhe në këtë mënyrë kemi krijuar edhe një departament të ri. E supozojmë tani edhe një herë mund të lëvizim me ashensoret përkatës ose mund të bëjmë edhe përzgjedhjen e sa të madh ose të vogël mund të prezantojmë një. E supozojmë që përveç shtimeve të formave, ne mund të shtojmë, mund të kemi edhe properties ose disa konfigurime të punojësit. Ne mund të shtojmë një asistent për secilin nga këto drejtor, mund të shtojmë një menaxher, një co-menaxher, që do thotë një bashk menaxher, mund t'i bëjmë me të njëjtat kuadratura dhe mund të shtojmë gjithashtu edhe figura. E supozojmë që kompania jonë, në mënyrë që të njihet më mirë secili person i cili ka pozicionet e veta drejtuese, mund të shtojmë në organigram edhe një figurë. E supozojmë që e importojmë edhe marrim një figurë, nuk e di se si mund të dali kjo. E supozojmë që u shtua edhe një figurë. Ne për momentin unë nuk kam figurën e një personi, po kam shtuar screenshotin në një dokumenti të cilët e kam ruajtur në kompjuter. Siç e shikoni, kjo tashmë CEO-ja ka edhe prezantimin, domethënë figurën në të cilën ne mund të njohim më mirë personat e biznesit ose personat në funksione menaxheriale ose në pozicione të ndryshme. Kjo bëhet edhe si orientim i strukturës, por në të njëjtën kohë edhe si prezantim i personave të cilët drejtojnë këtë struktura. Përveç këtyre, ne mund të shtojmë
edhe emrin e supozojmë Arsilda Princian dhe në këtë mënyrë kemi vendosur një fotografi dhe emrin e personit i cili është në atë pozicion. Siç e shikoni, këto janë disa nga funksionalitetet. Përveç kësaj, ne mund të shtojmë edhe një asistent. Supozojmë që përveç shtimit të këtyre up and down, ky CEO-ja ka përveç në varësi ka të gjithë drejtorët e departamenteve përkatës, ka edhe një asistent. Edhe tani është shtuar një asistent dhe ne mund të vendosim emërtimin asistent CEO asistent. Pastaj përmes efekteve të ndryshme, ne mund të fillojmë të stilojmë të gjitha kuadraturat dhe të gjitha elementet e organigramës. Gjithashtu në organigram ne mund të kemi orientime të ndryshme, për shembull, edhe një herë, mund të kemi nga disa formate të ndryshme të organizimit të hierarkisë ose të pemës, ndoshta mund të jetë edhe një fjali tjetër përshkruese ose të strukturës, nga lart, nga më i madhi deri tek më i vogli, ose mund të jetë nga poshtë personi i cili ka pozicionin më të lartë drejt personit të cilët kanë një pozicion më të ulët, nga e majta në të djathtë ose nga e djathta në të majtë. Dhe pastaj, pasi ne e kemi përfunduar, ne mund të bëjmë një export të failit. Ne edhe mund të importojmë, që do të thotë ne tashmë kemi ndërtuar një organigram, por ne kërkojmë që ta ndryshojmë, ne supozojmë që organigrama mund të mbahet e përditësuar në mënyrë të vazhdueshme, pasi ka persona të ri të cilët mund zënë pozicione, mund të promovohen ose mund të largohen nga detyrat dhe përditësimi i organigramës mund të kërkojë një informacion që të mbahet sa më përditësuar në mënyrë që organigrama të jetë sa më aktuale me strukturën e biznesit, ose mund të eksportojmë failin. Përveç kësaj të kemi edhe lart, që është një eksport, mund të eksportohet, zakonisht formatet më të preferuara janë në PDF. Ky është edhe një format i cili bën të mundur ruajtjen dhe printimin, gjithashtu edhe një formë më përfundimtare e ruajtjes së këtij dokumenti, por gjithashtu ka edhe për formatet e ndryshme fotografie si PNG dhe JPG. Për momentin, duke qenë se ne jemi duke përdorur funksionalitetet falas ose ato që ofrohen free, ose mund të eksportohet edhe në Office, që është në Word, ne nuk bëjmë të mundur eksportimin në një fajli, pasi ne na duhet që ta blejmë njëra nga paketat që të na lehtësoj, që të na japi këtë funksionalitet, që të bëjt mundur përdorimin e këtyre funksionaliteteve. Një tjetër metodi që mund të ruani në këtë rast, kur nuk e keni është edhe screenshotet, duke qenë se s'kemi mundësi tjetër për t'i ruajtur, mund të shkoni në snipping, edhe supozojmë menu, tashmë kemi ruajtur, ose kemi ruajtur një pjesë të dokumentit, ose në buton, në tastier, në butonat, në rrjeshtin e butonave që është F1, F2, F3, F4, ka një PRT screen ose SC, varet nga modeli i laptopit ose kompjuterit që përdorni, por ai bën të mundur edhe screenshot të këtij aplikacioni. Përveç pjesës së organigramës, shkojmë në file, ose në home, e supozojmë që nuk do ta ruajmë këtë dokument, gjithashtu pa përmend lashët e faktin që mund të bëhet një share, ku mund të bashkëpunosh me persona të tjerë mbi këtë projekt, ka stilime, ka efekte të ndryshme, ka lloje shkrimi të ndryshëm, të cilat mund ta bëjnë edhe më prezantues ose më estetik, gjithashtu edhe me një përmbajtje më profesionale të organigramës që ju po ndërtoni. E supozojmë që do ta heqim këto. Dhe përveç organigramës, në këtë seancë do të tregoj edhe ndërtimin në një planimetrie të shtëpisë ose një skice të shtëpisë. E supozojmë që
Tashmë ju jeni një agent imobilar, dëshironi që të prezantoni një objekt ose shtëpi rezidencë. Kemi dy opsione, komercial ose rezidencë. Ne në këtë video do t'tregojmë se si mund bëhet planimetria e një rezidencë, në mënyrë që të mos ketë një përshkrim gojor mbi vendolljen e kuzhinës ose mbi vendolljen e dhomave të tjera. Është tepër e përdorshme në fakt nga të gjitha agjencitë imobilare, pjesa e pasqyrimit të skicave të shtëpisë, ku përmes një forme skicore ose përmes një planimetrie jep një informacion mbi mënyrën se si është organizuar ajo banesë. Atëherë klikojmë. Siç e shikoni ka disa opsione që mund bëjnë të mundur dizenjimin. Ne një bazamenti, një garazhi, një tualeti, një kuzhinë e tjerë, se cilët ju mund të shikoni edhe vetë, domethënë në shtëpi se si mund bëhet, ose një shtëpie, ose planimetri të ndryshme të cilët janë të gatshme. Unë do marr të parën që është një residential floor plan, që është një plan i një banese rezidenciale. Siç e shikoni, ju hap dokument i ri dhe kemi këtë që është siç është një rrjet ose një formë e një fletore i matematikore. Dhe pak a shumë shfaqet e njëjti me dokumentin tjetër që cilët bëm edhe organigramën. Thjesht tani kemi elementet e tjerë të cilët do na bëjnë të mundur pasqyrimin e shtëpisë. Atëherë kemi format, kemi lines ose vizime. Në këtë rast do bëhet një pasqyrim deri diku inxhinierik, por edhe në të njëjtën kohë një pasqyrim logjik i shtëpisë dhe shkrimin e një teksti. Tani, elementi më kryesor është add walls, që kushtohen muret. Atëherë, ne do bëjmë shtimin e mureve të një banese. Banesa, siç e shikoni, ne mund t'i shtojmë muret. E supozojmë që nuk e dëshirojmë këtë mur, e klikojmë dhe me të djathtën kemi mundësi që të bëjmë disa ndryshime të murit. Mund të heqim murin, mund t'i bëjmë cut, copy, paste, mund të ndryshojmë atë trashësinë e murit, ngjyrën e murit e tjerë. Okej, këtu është e gabuar. I bëjmë një cut. Pastaj këto janë 4 muret të shtëpisë son. Tani do organizojmë dhomat ose mënyrën se si këto dhoma janë të organizuar brenda kësaj godina ose këtij objekti. E supozojmë që kemi një ndarje të tillë dhe këtu janë 2 dhoma xhumit. Pastaj kemi një mur të tillë ndarës, ku kemi një dhom kuzhine dhe një dhom denje dhe kemi një korridor dhe një dhom banjë dhe një tualet. Në këtë rast kemi pak a shumë një strukturë tepër të thjeshtë, ku ka 2 dhoma xhumi, një tualet dhe një dhom denje, kuzhinë dhe korridorin. Tani përveç pjesës së mureve, shtëpia ka dyrë dhe dritare, ku ti pak a shumë e jep një informacion mbi kallën e hapjes së derës dhe gjithashtu jep edhe një pozicion, një informacion se si ose ku janë të vendosura këto dritare. Përveç mureve, kemi edhe simbolet. E supozojmë që jemi te dera dhe tek dritarja. Ky është opsioni, doors and windows është opsioni. Dhe vendosim si fillim derën. Dera kryesore ka 2 kapak. E supozojmë që ka 2 kapak. Atëherë e marrim të derë dhe me drag and drop vendosim të pozicioni që është i vendosur kjo derë dhe pastaj ne bëjmë zvogëlimin dhe pasqyrimin e kësaj dere në shtëpinë tonë. Supozojmë që është një derë e madhe me 2 kapak. Pastaj kemi derën me 1 kapak, ku i përket kësaj dhome. Ne e zvogëlojmë. Ndoshta duhet të zvogëlojmë edhe këtë.
Sigurisht që ju mund të keni edhe një format matematikor, por duke qenë se ju nuk domethënë agenti mund mos jetë me njohuri inxhinierike, thjesht ju i vendosni këto për të dhënë një informacion se si është e organizuar banesa. Në qoftë se kjo nuk është e përshtatshme, e heqim me delete dhe marrim një derë tjetër. Dhe kjo dera është e kuzhinës, pastaj marrim një derë tjetër që tregon derën e tualetit. Dhe një derë ku tregon dhe të dhomën e gjumit. Okej, kjo dera do ta ndërtojmë edhe një herë. Atëherë, siç e shikoni është pasqyrimi i dyrëve, tregon pak a shumë kohën e hapjes së derës dhe formën e derës. Pastaj ka edhe formë derësh të ndryshme që janë sliding door ose dyrë me forma të ndryshme. Dhe i bë pasqyrimi sipas përshkrimit të atij objekti. Pastaj vendosim dritarin. Këtë rast është një dritar i thjeshtë. Ka dritare me forma të ndryshme hapjeje. Dhe e supozojmë që kjo është një dritare. Okej. Edhe një herë, drag and drop. E cila ka edhe një dalje në kopsht. Dhe kemi edhe një dritare tjetër këtu, në pjesën ballore dhe një dritare në tualet. Tashmë kemi të paraqitur një organizim të objektit me dyrë dhe dritare dhe me një mënyrë lëvizje që do të thotë si lidhen dhe si kalohet nga një dhomë në një tjetër. Kjo është një pasqyrim skicor i mureve, i dhomave dhe i dyrëve dhe dritareve. Tani, përveç pjesës së pasqyrimit të mureve dhe të dritareve, ne kemi mundësi edhe të përshkruajmë disa nga arredimin e kësaj shtëpie. Supozojmë që jemi në një living room ose në dhomën e pritjes, ka një freskuese në mur dhe e supozojmë që këto janë informacione të cilat mund t'i nevojiten një personi që blen një objekt thjesht për ta ditur pjesën e instalimeve që ka ajo banesë. E supozojmë që secila nga këto dhoma, duke qenë se është një verë e nxehtë, ka të instaluar dhe pjesën e pastaj në living room e supozojmë që përveç instalimit të dhomës me freskuese, ne kemi edhe një couch ose një raft, më falni, një divan. Përmes opsioneve që ka, ne bëjmë zhvillimin e divanit dhe i japim një vendodhje të tillë, ndoshta është e gabuar, po sipas Okej. Përveç funksioneve të living room, e mbyllim këtë. Ne kemi edhe kuzhinën, ku ka disa funksione të ndryshme. Kemi edhe tualetet,
ku mund ta organizoni duke treguar të gjitha elementet të cilët janë të instaluar në atë tualet. Supozojmë që kemi një tualet këtu, e bëjmë pak më të vogël. E pastaj kemi një bide, nuk e di, të gjitha këto elemente të ndryshme, ose mund të jenë me interes për të bërë pasqyrimin e çfarë ka brenda shtëpia. Pastaj kemi edhe një dining room, e supozojmë që kjo shtëpi ka edhe një vend ku është pjesa e bukës, e supozojmë drag and drop. Kjo është një tavolinë me 4 karrika, dhe në këtë objekt ka një pozicionim të tillë. Përveç pjesës së tualeteve, kuzhinës, sigurisht që ka edhe elemente të tjerë që ju mund ta shtoni dhe mund të jepni një informacion më të detajuar se çfarë përmban ajo shtëpi. Ka edhe beds, që është dhoma e gjumit. E supozojmë që kjo dhomë ka një krevat dop, kjo është një dhomë qift, që do të thotë është një krevat dopje. E supozojmë që jemi këtu, kemi një krevat dopje. Pastaj e supozojmë që këtu kemi 2 shtritër tek, është një dhomë, e supozojmë për fëmijë. Dhe ne i vendosim të tillë. Dhe kështu mund të vendosen të gjitha elementet e kësaj shtëpie, të cilët i ndihmojnë personat të cilët janë të interesuar për këtë banesë të kenë një informacion të organizuar se çfarë përmban ajo banesë. Edhe këtu mund bëhet një screenshot ose një snipping tool që e përdorëm edhe më përpara, duke qenë se nuk kemi duke përdorur elementin i cili nuk kemi duke përdorur një paketë të blerë, por thjesht një program falas në mënyrë që të bëhet vetëm demonstrimi i funksionaliteteve kryesore. Dhe ruhet ky dokument dhe pasqyrohet dhe mund të jetë një formë shumë e mirë ose një ndër elementet shumë orientues për personat të cilët janë të interesuar për këtë banesë, për ta parë atë banesë në formë skica, ku ju mund të jeni, ku mund të pasqyroni dyrë dritare dhe elemente të ndryshëm që i përmban ajo dhomë. Përveç pjesës së dhomës dhe dritarë, ju mund të keni edhe një emërtim, e supozojmë përdorim një tekst dhe shkruajmë kuzhinë. Pastaj shënojmë një tekst tjetër, tualet. Pastaj dhomë gjumi. Vendosim sërish një tekst. Dhomë gjumi. Edhe një herë. Dhomë gjumi. Vendosim dhe një tekst, korridor. Edhe një herë. Sigurisht që përmes këtij programi mund të bëhen edhe përpunime më matematikore dhe më inxhinierike të skicave të shtëpisë, por mendoj që për një agent imobilar edhe pasqyrimi thjesht orientues, duke përshkruar disa nga elementet e asaj godine, mund të jetë një informacion tepër i vlefshëm dhe një formë tepër e dobishme demonstrimit të banesave për klientët. Për pjesën e ndërtimit të planimetrive të shtëpisë ose të skicave të shtëpisë, ka edhe ose objekteve të ndryshme, qofshin këto objekte banimi, por qofshin edhe objekte biznesi, ka edhe programe të tjera inxhinierike, siç janë AutoCAD ose programe të tjera të cilët kanë funksionalitete më inxhinierike dhe përdoren nga studentët e inxhinierisë, por mendoj që SmartDraw është një aplikacion i thjeshtë dhe tepër
mendoj që është edhe më i lehtë për të përdorur për sa i përket ndërtimit të skicave të shtëpive, ashtu siç ka edhe template ose format ose përdorim në ndërtimin e organigramave apo hartave të ndryshme. Është një program shumë i përdorur dhe shpresoj që edhe juve të keni gjetur disa nga ta keni gjetur sa më të lehtë në përdorim. Gjithsesi për çdo lloj pyetje ose paqartësie në lidhje me përdorimin ose me informacione të ndryshme që mund të ketë si aplikacion, unë jam e gatshme që t'ju ndihmoj me pjesën e përdorimit teknik, por gjithashtu edhe në sqarimin e pjesës së informacionit aty ku ka edhe paqartësi. Faleminderit.